E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë ngjarjet më të fundit brenda shtëpisë së Big Brotherit. Siç duket, ky Big Brother këtë vit fatkeqësisht ka prekur jashtëzakonisht shumë edhe në jetën e jashtme të familjarëve. Besoj që banorët kur do të dalin nga shtëpia do ta kuptojnë se sa të thyer dhe se sa të mërzitur kanë qenë familjarët me lojën e tyre që kanë përzgjedhur aty brenda. Dua të analizoj pak një intervistë që Landi, miku i afërt i Mirit, ditën e dieshme dha në televizionin Top Channel. Ai tregoi që bashkëshortja e Mirit edhe vajza e Mirit janë të prekur jashtëzakonisht shumë për trajtimin që po i bëhet Mirit brenda asaj shtëpie, si nga ana e produksionit, ashtu edhe nga ana e banorëve, por domethënë ai nuk është se përmendi produksionin, por e la të nënkuptuar këtë gjën, sepse ndërlidhet me reagimin që kanë bërë familja e Mirit për të drejtuar, le të themi, një mesazh kundërdrejt produksionit për mënyrën se si sillen me Mirin. Ai ka treguar që, domethënë, ai citoi në fakt që urrejtja ndaj Mirit është aq e madhe sa që grua së Mirit, vajzës së Mirit, njerëzit edhe në rrugë, domethënë, ja plasin gjërat në fytyrë. Përmendi fjalën incest që është përmendur tek Miri, domethënë incesti është gjëja më e shëmtuar që mund të ndodhen, përmendi fjalën pedofil që domethënë janë adresuar tek Miri, që realisht edhe Landi në një farë mënyre dëshiron të ta thotë që strategjia që Miri ka përzgjedhur në këtë lojë nuk është strategjia më e bukur, domethënë i ndikoi atij negativisht. Tani sa ndikon loja për të të urryer edhe për të të marrur inat. Bashkëshortja e Mirit pas ka udhëtuar për Gjermani, domethënë nuk ndodhet më në Shqipëri. Veprimi që ka bërë ajo për Selin nuk është se ka ndonjë inat apo mbledh me Selinën, thjesht e pas ka bërë në kuadër të shakas apo të lojës. Unë mendoj që një grua gjithmonë kur burri i saj duket se po cënohet nga një femër për ta marrë në këtë mënyrë, gjithmonë është xheloze. Nuk ka një grua që mund ta pranojë që në këtë pjesë ekziston një lloj, le të themi, një lloj shoqërie. Tani ku qëndron gabimi i Mirit? Unë kam thënë gjithmonë që Miri kur do del nga shtëpia do ta kupton ndoshta familja dhe do të kërkon që Miri të largohet duke e parë se si po shkon figura e tij. Unë mendoj që Miri e mbroi Selinën më shumë se ç'duhet. Në kuptimin në momentin kur Miri e kishte momentin që ta arsyetohet, ta tregon të vërtetën, ta shprehën atë emocionin e vërtet, atë ndjenjën e vërtet, ti tregon gjërat ashtu siç janë, Miri nuk e bëri. Duke mbrojtur Selinën dhe duke hedhur familje në një farë mënyre, Miri arriti këtu domethënë ku është që sot po komentohet për një gjë shumë të shëmtuar. Familja ka reaguar, do të shohim se çfarë qasje tashmë do të ketë produksioni, sepse familja e Mirit ishin jashtëzakonisht shumë të prekur me produksionin, se si e trajtojnë Mirin. A do të largohet Miri nga shtëpia për hatër të familjes, apo do ta ndryshon strategjinë edhe pse tani më është shumë vonë? Dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni Mirin ju në këtë Big Brother?